Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin Zgjohuni me ne. Data sot shënon 15 nëntor dhe si çdo ditë tjetër ne do të udhëtojmë së bashku në histori, art dhe kulturë. Do të vjoj me ngjarjet më të rëndësishme të datës 15 nëntor. Në vitin 1533, Francisco Pizarro, një nga pushtuesit spanjoll më të njohur, hyri triumfalisht në qytetin madhështor të Cuscos, atëherë kryeqyteti i perandorisë së famshme Inka. Kjo shënoi fillimin e një epoke të re për Amerikën e Jugut, por edhe fundin e një perandorie të lashtë dhe të fuqishme. Viti 1920 ishte viti kur diplomatët nga e gjithë bota u mblollën në Gjenevë për të krijuar atë që quhet sot Liga e Kombeve. Ishte përpjekja e parë për të ndërtuar paqe dhe bashkëpunim mes shteteve, një vizion që do të mbetej për të udhëhequr për dekada të tëra. Në rrugët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, viti 1969 do të mbahet mend si viti kur amerikanët dolën masivisht për të protestuar kundër luftës së Vietnamit. Marshi mbi Washington bashkoi njerëz nga çdo skaj i vendit që kërkonin të jepnin fund një konflikti që kishte ndarë një komb. E në vitin 1988, Organizata për Çlirimin e Palestinës bëri hapin e madh duke shpallur zyrtarisht pavarësinë e Palestinës. Ishte një thirrje për njohje ndërkombëtare dhe për të drejtën për një vend të sigurt për popullin palestinez. Në vitin 1943, shoqata ndërkombëtare e filmit Anarkali zhvillohet në Los Angeles, përpjekje për promovimin e kinematografisë alternative. Do të vjoj me lindjet e datës 15 nëntor. Në të njëjtën datë, vite më parë, në vitin 1891, lindi një nga strategët më të njohur të historisë ushtarake, Erwin Rommel, e quajtur dhelpra e shkretëtirës. Rommel ishte i famshëm për strategjitë e tij në Afrikën e Veriut gjatë luftës së dytë botërore. Në vitin 1983, lindi Fernando Verdasco, tenis spanjoll me karrierë ndërkombëtare në garat e tenisit. Në vitin 1988 vjen në jetë B.O.B., reper dhe kantautor amerikan, i njohur për disa hite të suksesshme. Por historia ka gjithashtu edhe humbjet e saj. Në vitin 1630 u nda nga jeta një njeri që shikonte yjet dhe i kuptonte si askush tjetër, Johannes Kepler. Ai na la pas një trashëgimi që ende sot është themel për astronominë dhe shkencën. Në vitin 1959, Charles Thomson Wilson, fizikant skocez dhe kandidat i çmimit Nobel për fizik në vitin 1927, u nda nga jeta si sot. Ndërsa më afër kohës sonë në vitin 1990 u largua nga jeta Robert Hofstadter, një nga fizikantët që zbuloi të fshetat e atomeve dhe fitoi çmimin Nobel për punën e tij në fizik. Në vitin 2017 u nda nga jeta Lil Peep, reper dhe kantautor amerikan, një prej pionerëve të zhanrit emo rap. Ju ftoj të ndiqni rubrikën Edhe Shëndeti. Tani do të kalojmë në rubrikën Edhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera ushqyese të mangostin. Mangostina është cilësuar si mbretëresha e frutave dhe ka veti shumë të çmuara për shëndetin. Ajo ka madhësinë e një portokalli. Ka lëkurë në ngjyrë të vjollcë të fortë. Kinezët janë njohur për përdorimin e mangostinës në mjekësinë e tyre prej qindra vitesh. Origjina e saj është Azia Juglindore. Mangostinën sot e gjejmë në Tajland, Filipine, Jamaik, Kubë e të tjerë. Besohet se ky frut është i pasur në shumë vlera ushqyese dhe ka nivele të larta fenolesh. Mangostina është një ndër fruta që përmban përqindje më të lartë të xeanfinës, e për më tepër, mangostina përmban shumë kalcium, hekur dhe vitamin B1. Ky frut dihet të jetë shumë i dobishëm dhe ka veti medicinale dhe terapeutike. Është përdorur për 1000 vjet në mjekësinë tradicionale orientale. Njihet për cilësitë e tij për të trajtuar sistemin kardiovaskular, sistemin nervor dhe metabolizmin. Ka fuqi si antioksidant,
shumë i dobishëm në luftimin e radikaleve të lira dhe në luftimin e plakes, veçanërisht të lëkurës. Fruti ka rreth 70 kalori për 100 gram, është i pasur me vitaminë C dhe B, fibra dhe minerale të tilla si bakri, mangani, magnezi, kalciumi dhe kaliumi. Vitaminat B përkatësisht B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, acidi nikotonik, B4, B5, B6, B9 që është acidi folik. Këta element përmirësojnë aktivitetin e trurit dhe funksionin e mëlçisë dhe ka një efekt pozitiv në rritjen e flokëve. Vitamina C rrit rezistencën e trupit ndaj baktereve dhe viruseve dhe gjithashtu pastron trupin nga toksinat e dëmshme. Kaliumi rregullon ekuilibrin ujë-krip të trupit dhe eliminon alergjenët nga trupi. Hekuri niveli i hemoglobinës dhe funksionimi i qëndrueshëm i gjendrës së tiroides varet nga ai, si dhe në kohë e fifjeve të vitaminës B. Bakri ul presionin e gjakut, ndihmon në formimin e hemoglobinës dhe kolagjenit. Magnezi jep energji trupit, ruan tonin e muskujve. Një nga studimet tregon se si magnostina mund të reduktojë bindshëm rritjen e tumorit. Ajo gjithashtu është përdorur kundër kancerit. Rekomandohet për të rinjt, fëmijët në rritje, atletët dhe gratë shtatzëna. Përmbajtja e tij e lartë e kaliumit dhe sasitë të ulta të natriumit e bëjnë atë një ushqim perfekt për ata që vuajnë nga hipertensioni. Ka veti shëruese për trajtimin e inflamacionit të stomakut. Përdoret për të ngadalësuar diaren. Parandalon probleme me lëkurën, është antiseptik, përmirëson sistemin tretës. Rekomandohet për parandalimin e llojeve të ndryshme të kancerit. Nga ana tjetër, shumë natyristë shohin në mangosteen një zëvendësues natyral për ibuprofenin, sepse ka veti antiinflamatore dhe meqense është një frut që nuk ka efekte negative sa efektet që mund të ketë një ilaç. Mangostina përmirëson tonifikimin e lëkurës, stimulon qarkullimin e qelizave dhe ndihmon balancën natyrale të epidermës duke nxitur hidratimin. Mangostena është përdorur për të trajtuar infeksionet e lëkurës dhe diaren. Për biografinë e sotme kemi përzgjedhur të flasim për Johannes Kepler, i lindur në vitin 1571. Johannes Kepler ishte një astronom, matematikan dhe astrolog gjerman, i cili revolucionarizoi shkencën e astronomisë me ligjet e tij për lëvizjen e planetëve. Lindur më 27 dhjetor 1571 në Weil der Stadt, një qytet i vogël në Gjermani, Kepler kishte një fëmijëri të vështirë për shkak të kushteve të vështira ekonomike të familjes dhe shëndetit të tij të dobët. Që në rini, Kepler tregoi një prirje të jashtëzakonshme për shkencat dhe matematikën. Edukimi i tij filloi në shkollat lokale dhe më vonë u transferua në Universitetin e Tübingenit, ku studioi filozofi dhe astronomi. Ishte pikërisht në këto universitet që Kepler u njoh me idetë heliocentrike të Kopernikut, të cilat do të përbënin bazën e punës së tij. Puna e tij më e rëndësishme erdhi gjatë kohës që punonte në Prag si ndihmës i astronomit të njohur. Pas vdekjes së tij, Kepler përdori të dhënat e tij të detajuara për të zbuluar 3 ligjet e famshme të lëvizjes planetare, të cilat provuan se planetët lëvizin në orbita eliptike rreth Diellit, me shpejtësi që ndryshon në varësi të distancës nga Dielli. Këto ligje të botuara në vitet 1609 dhe 1619 përmbysën një mendim të vjetër mbi strukturën e universit dhe hapën rrugët për zbulimet e mëtejshme të Isaac Newton dhe të tjerëve në fizikë dhe astronomi. Përveç ligjeve të tij, Kepler kontriboi në shumë fusha të tjera të shkencës, përfshirë optikën, ku ai formuloi ligjin për formimin e imazheve në sy dhe teorinë e lentes. Në kohën e tij ai punonte edhe në astrologji, e cila ishte ende pjesë e pranueshme e shkencës. Vitet e fundit të jetës së tij nuk ishin të lehta, për shkak të përndjekjes fetare dhe luftrave që po ndodhnin në Europë. Megjithatë, ai vazhdoi të punonte dhe botoi punime të tjera deri në fund. Johannes Kepler ndërroi jetë më 15 nëntor 1630, por trashëgimia e tij jeton ende. Ligjet e tij janë themeli i astronomisë moderne dhe puna e tij është vlerësuar si një ndër momentet më të rëndësishme në historinë e shkencës.
Do të vjojmë me rubrikën Kuriozitete, kur sot do të flasim se si ndikon hëna në planetin ton. Hëna me forcën e saj gravitacionale jo vetëm që krijon baticat dhe zbaticat në oqeane, por luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen e stabilitetit të boshtit të rrotullimit të tokës. Boshti i tokës është i pjerrët, rreth 23.5 gradë në raport me orbitën e saj rreth diellit. Kjo pjerësi është ajo që jep tokës stinat e saj, pasi hemisferat e saj veriore dhe jugore përballen me diellin në periudha të ndryshme të vitit. Pa hënën, ky bosht mund të luhatej në mënyrë drastike, madje deri në 85 gradë. Në pjerësi kaq ekstreme, do të thoshte që vendet pranë ekuadorit mund të përjetonin periudha të ftohta si Arktiku, ndërsa rajonet polare mund të përjetonin ngrohtësi ekstreme. Klima do të ndryshonte vazhdimisht dhe në mënyrë të paparashikueshme, duke e bërë shumë të vështirë zhvillimin e jetës së qëndrueshme siç e njohim ne. Ky stabilitet që na jep hëna është një nga faktorët kryesorë që toka ka pasur kushte të qëndrueshme klimatike për miliona vite, duke lejuar zhvillimin e jetës komplekse. Në fakt, disa shkencëtarë besojnë se një satelit i tillë është një avantazh për të zhvilluar jetë komplekse në një planet, pasi stabilizon kushtet klimatike dhe krijon një mjedis më të parashikueshëm për të zhvilluar organizma të ndërlikuar. Prandaj roli i hënës në jetën në tokë është shumë më i madh se sa duket. Pa të, jeta siç e njohim sot mund të mos kishte pasur mundësinë të zhvillohej në të njëjtën mënyrë. Ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me reshje shiu dhe vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 6 deri në 12 gradë Celsius, Kukës 2 deri në 6 gradë, Peshkopi 0 deri në 6 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 15 gradë, Durrës 8 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 15 gradë, Elbasan 7 deri në 13 gradë Celsius, Berat 8 deri në 14 gradë, Korçë 2 deri në 8 gradë, Vlorë 9 deri në 13 gradë Celsius, Gjirokastër 3 deri në 9 gradë, Sarandë 9 deri në 13 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 1 deri në 4 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 2 gradë, Skënderaj 0 deri në 4 gradë Celsius, Pej 1 deri në 5 gradë, Prishtinë 0 deri në 2 gradë Celsius, Gjakov 0 deri në 6 gradë, Malishev 0 deri në 4 gradë Celsius, Gjilan -1 deri në 3 gradë, Ferizaj 0 deri në 2 gradë Celsius,
Kaçanik 0 deri në 1 grad. Suharek 1 deri në 4 grad Celsius. Prizren 0 deri në 3 grad Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.